që me dhe storjet, dhe do të zhvillojmë tashmë një lidhje direkte, kur flasim pra për Black Friday, kur flasim për zbritjet, e për shka jo tjetër, tek Jysko mund të kurseni deri në 70% zbritje. Por për më shumë informacione, është kolegja ime nga 10x10, Lona Dallavera atje. Lona, mirë mëngjesit dhe cilat janë informacionet nga Jysko? Mirë mëngjesi Arta, sot mëngjesin si çdo ditë tjetër thuajse, po sot do fillojmë shumë më bukur, sepse sot do me fol vetëm për zbritje, e ne kemi përzgjedhur Jyskun, kemi ardhur në Jysk edhe me pas çfarë zbritje ofron Jysk për Black Friday. Kur jemi në Jysk, jemi veç për gjëra të bukura, sepse Jysk din me befasu ashtu me oferta deri tashmë edhe në 70% që e përmend edhe ti atje nga studio, po për më na fol më shumë se çfarë oferta dhe në çfarë produkte ose në sa produkte kanë zbritje Jysk, në këtu pranë vetes kam edhe drejtorin zotrin Selimin. I nderuam fillimisht faleminderit që na pritët. Faleminderit juve që keni zgjedhur Jyskin për na vizituar. A na tregon për gjithë ata që po na ndjekin sot se pse e fillut Black Friday më herët edhe çfarë zbritje ofroni pikërisht domethënë për Black Friday? Po dhe në vendin tonë Black Friday është kthyer në një fushatë e cila është dashur bajagi shumë të punohet për të realizuar zbritjet cilat ne kemi përgatitur për klientë që do na vizitojnë sot. Deri në sa produkte do të ketë zbritje Jysk në këtë Black Friday? Ne kemi planifikuar dikun 1000-2000 produkte do të kenë zbritje. Zbritjet do të janë faktikisht shumë transparente, cilat edhe klientat kohë më parë i kanë përcjellur artikujt tonë dhe tashmë e njohin për faktin se Jysk tash prej vitit 2004 është prezent, tash 22 vite është prezent në Kosovë, gjithashtu është prezent edhe në rajon si në Maqedoni dhe Shqipëri, ku faktikisht atje janë ofertat e njëjta sikur edhe te na në Kosovë. A na tregon se cilat janë zbritjet kryesore ose në çfarë produkte më shumë jeni mundu me sill zbritje këtë vit? Po qysh edhe përmena faktikisht na kemi një gomë të madhe të produkteve, mirë po produkte cilat kanë me pas një zbritje ma të theksume, janë dyshekt me nga 50-60% zbritje, 30-70% zbritje kanë me pas jorgan jastak e kështu me radhë. Këtë vite kemi veçu edhe me artikujt kopshtit realisht për faktin se viteve tjera nuk i kemi përfshi mirë, po këtë vit kemi pas kërkes prej klientëve që ketë edhe artikuj kopshtit, sepse i arredojnë, i rregullojnë terasat të ndryshme cilat janë në shtëpi apo edhe në përbanesat të ndryshme, e kanë mundësin. Mirë po, mundësin për artikujt të kopshtit ma shumë mundën me ble përmes webfaqes ton apo përmes numrit telefonit 0810 500, ku në çdo kohë jemi gati për t'ju shërbyer klientëve tonë. Po e shoh që gjatë kësaj kohe keni bërë një përgatitje, të themi ashtu ndoshta edhe të lodhshme për ju si staf, sepse jeni mundu me sjell në produktet e caktuara zbritje deri në 70%. Çu ka shkuar gjithë kjo kohë për ju, gjithë kjo të themi fushat të quajmë ashtu siç e nesër në fillim? Faktikisht ka qenë një përkushtim i madh, edhe nga departamenti i marketingut, edhe nga stafi, jemi marrë normal me parapregaditjen, furnizimin, të ketë sasit e mjaftueshme për klient, të ketë edhe oferta të mira për klient, në mënyrë që secili prej nesh të kemi mundësi t'i bëjmë dhurat dikuj, po gjithashtu edhe festat e fundvitit të marrin kuptim më shumë me produktet cilat neve na pëlqejnë. Do të thotë tashmë edhe produktet sezonale janë në zbritje me ofertën e Black Friday? Po sigurisht gjitha do kenë zbritje dhe çka është mirë me theksu, ne edhe garantojmë çmim, kjo do të thotë që nëse një ofertë ka kaluar, klienti mund të vijë dhe ta marrë me ofertën që ka po më herët. Atëherë kjo është shumë e mirë, ne i bëjmë thirrje gjithë atyre që na ndjekin, të njëjtën kohë më ardh edhe me pa Jyskun, sepse në Jysk nga ajo që shohun personalisht ka shumë produkte, ka shumë gjëra, edhe nuk mundesh me dalë duar bosh, sepse nuk mundesh me dalë edhe pa e zgjedhur një produkt që është ndoshta shumë i nevojshëm për ambientet e shtëpisë.
Patjetër se neve na rrethojnë këto produkte në përditshmëri, mirë po ju s'ka menduar shumë mirë për klientët tonë dhe ne jemi gjithmonë gati për ta. Rregull, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe juve që keni gjetë kohë për me artën e. Faleminderit shumë. Arta, siç dëgjuam edhe zotrin Selimi, i cili na tregoi se në Jysk do të thotë ka zbritje deri në 70% dhe po shohim pak, unë po e marr edhe kameramanin Neharin që më pa edhe nga afër pak edhe pjesët e tjera të dyqanit, sepse zbritjet në Jysk, që tha edhe paraprakisht drejtori i Jyskut për Kosovën, që nuk kanë të ndalur, nuk janë vetëm ato produktet e cilat i pam në fillim të dyqanit, zbritje ka në pothuajse gjithçka që i duhet një shtëpie. Pra edhe festa do të na presin me ambiente të bukura. Fal Jyskut, faleminderit Arta, në qoftë se ke diçka, në qoftë se me ditë se sa ka zbritje, sa jam këtu tregom. Jo, Bleona, veç se përna i silë dhe Nehari pamje direkte, kështu që kështu ashtu e kemi pas planifikimi ndru do mobilje që besoj që pëdashka me shfrytzu këtë zbritjen të Jysku me patjetër edhe të marrë parasysh edhe këtë stilin e veçantë që ka Jysku. Por, derisa mbesim pra me pamje nga kjo lidhje direkte, edhe po i shohim pra edhe produktet të shumta, po e përfundojmë edhe me kaq këtë lidhje direkte, por edhe emisionin e sotëm, kështu që duke ju bërë thirrje që të shkoni tek Jysku. Sot, deri më 4 dhjetor, keni zbritje për Black Friday, deri në 70%. Çka tjetër mund të prisni prej një kompanie që është gjithmonë afër atyre që kanë dëshirë për të sjellë një freski në shtëpitë e tyre, për të sjellë një stil skandinav ashtu në mënyrën më të mirë të mundshme mobilet e tyre, vetëm tek Jysku. Dhe të dashur